Një burr i poshtëruar në punë gjendet përballë një vendimi që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Një fëmijë i pafajshëm do të bëjë një pyetje që do t'i kumbonte në zemër. Në spital, fati do të ndërthur jetë në mënyrë të papritur përmes një gjesti të jashtëzakonshëm dhe mshurie. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Dielli ende luftonte me Red Gri kur Marku Salaj shtyu karrocën e pastrimit nëpër korridoret e Rokaqiellit në qendër të Tiranës. Duart e tij të ashpra mbanin fort dorezën e fshesës, ndërsa mendimet i shkonin te takimi mjekësor i vajzës së tij, Kiarës, i caktuar për në fund të pastites. Në moshën 5 vjeçare, vajza i njihte korridoret e spitalit më mirë se shumë fëmijë njohin parqet. Problemi i lindur i zemrës kërkonte ndjekje të vazhdueshme dhe çdo konsult ishte një përzierje shprese dhe ankthi. Marku ishte zgjuar në 5 të mëngjesit, siç bënte gjithmonë në 2 vitet e fundit. Apartamenti i vogël në periferi të Tiranës i jehonte me heshtjen që ende e ndiqte që kur gruaja e tij ishte ndarë nga jeta, viktime e një sëmundjeje që konsumoi jo vetëm jetën e saj, por edhe kursimet e familjes. Diploma e inxhinierisë e varur në mur dukej sikur e tallte çdo mëngjes, duke i kujtuar se kush ishte ai para se bota t'i shembej mbi supe. Korporata Bashkimi zinte 20 kate të ndërtesës dhe Marku njihte çdo centimetër katror që duhej të pastronte. Fillonte gjithmonë me katet më të ulta, duke u ngjitur gradualisht derisa arrinte në katin e 30, ku ndodheshin zyrat e drejtorisë ekzekutive. Ishte një punë që ai e kishte pranuar nga dëshpërimi, pa imagjinuar se 2 javë më vonë do të pastronte zyrën e të njëjtës grua që i kishte refuzuar cvën muaj më parë, kur ai ende përpiqej të kthehej në tregun e inxhinierisë. Olja Aliu, presidentja e kompanisë që kishte trashëguar nga babai i saj, ishte e njohur për ftohtësinë e saj të llogaritur dhe perfeksionizmin obsesiv. Në moshën 32 vjeçare, ajo drejtonte një perandori biznesi me dorë të hekurt, pa toleruar dështime apo paftësi. Marku e kishte vëzhguar nga larg për muaj të tërë, duke vënë re se si ajo i trajtonte punonjësit me një distancë profesionale që kufizohej me indiferencën. Ajo nuk e kishte vënë re kur me të vërtetë, vetëm si një tjetër punonjës të padukshëm që mbante mjedisin të pastër. Atë mëngjes të enjteje, Marku ndjeu një peshë të ndryshme në gjoks. Kiara kishte kaluar natën e shqetësuar, duke u ankuar për dhimbje në gjoks që e ndiqnin sa herë përsëriteshin. Mjeku kishte kërkuar analiza të reja dhe konsultimi i sotëm do të përcaktonte nëse do të ishte i nevojshëm një procedurë më invazive. Frika se mos humbiste të vetmen familje që i kishte mbetur e konsumonte në heshtje, ndërsa ai përpiqej të mbante normalitetin për të mos shqetësuar vajzën. Gabimi i parë ndodhi në katin e 15. I shpërqendruar nga shqetësimet e tij, Marku la karrocën e pastrimit të pozicionuar në mënyrë të papërshtatshme pranë ashensorit ekzekutiv. Ishte përqendruar në pastrimin e dritareve kur dëgjoi zhurmën metalike të dyrëve që hapeshin dhe, më pas, një zë të irrituar që theu heshtjen. Çfarë absurdi është ky? Marku u kthye shpejt dhe pa Olja Aliun të ndalur para ashensorit, kostumi i saj blu i errët i pa të met në kontrast me shprehjen e zemërimit në fytyrë. Flokët e saj bjonde ishin kapur në një topuz të përsosur dhe sytë e saj blu të akullt u fiksuan tek ai me një intensitet që e bëri të gëlltiste me vështirësi. Më falni, zonja Aliu. Do ta heq menjëherë. Menjëherë? Zëri i saj jehoi në korridor, duke bërë që punonjës të tjerë të ndaleshin për të vëzhguar skenën. Ju mendoni se mund të bllokoni thjesht aksesin ekzekutiv me neglizhencën tuaj dhe të zgjidhni gjithçka me një kërkesë faljeje? Marku ndjeu gjakun t'i ngjitej në fytyrë. Përreth, punonjësit filluan të mblidheshin, disa duke përshpëritur mes tyre. Ai njihte ato fytyra, njerëz me të cilët kishte shkëmbyer përshëndetje të sjellshme për muaj të tërë. Tani, të gjithë e vëzhgonin me një përzierje sikleti dhe kureshtjeje morbide. Zonjë, ishte thjesht një pakujdesi. Nuk do të ndodhë më. Olja ju afrua deri në disa centimetra prej tij, prania e saj imponuese e bëri atë të ndihej edhe më i vogël. Pakujdesi? Zotëri. Ajo ndaloi duke parë kartën e identitetit në uniformën e tij. Zotëri Salaj. Ju e kuptoni se kjo kompani mban standarde të ekselencës? Që çdo detaj ka rëndësi? Po, zonjë. E kuptoj plotësisht. Jo, ju nuk e kuptoni. Zëri i saj u bë edhe më i ftohtë. Nëse do të kuptonit, nuk do të ishit këtu duke bllokuar aksesin e ekzekutivëve që lëvizin miliona lekë çdo ditë.
Ky lloj paftësie është pikërisht ajo që po fundos produktivitetin e kësaj kompanie. Heshtja në korridor ishte shurdhuese. Marku mund të ndjente shikimet e mëshirës dhe sikletit nga kolegët. Disa shmangën shikimin, të tjerët dukeshin të hipnotizuar nga poshtërimi publik që po zhvillohej para tyre. Ku është mbikëqyrësi i pastrimit? Olja pyeti askënd në veçanti, por pyetja e saj jehoi si një kërcënim. Ai nuk ka ardhur ende, zonjë, u përgjigj një sekretare që ishte ndalur për të parë skenën. Perfekt. Atëherë do të merrem vetë me këtë. Olja u kthye përsëri nga Marku. Zotëri Salaj, do të merrni një paralajmërim zyrtar. Një ndodhje e dytë do të rezultojë në pushim nga puna të menjëhershëm. A është e qartë? Plotësisht e qartë, zonjë. Marku lëvizi shpejt karrocën, duart e tij dridheshin lehtë ndërsa riorganizoi materialet e pastrimit. Turma filloi të shpërndahej ngadalë, por ai mund të ndjente se incidenti do të bëhej temë bisedash për javë të tëra. Poshtërimi i diqte në gjoks si acid, por ai gëlltiti krenarin dhe vazhdoi të punonte. Pjesa tjetër e ditës kaloi në një mjegull turpi dhe ankthi. Marku kreu detyrat e tij mekanikisht, duke shmangur kontaktin me sy me kolegët që kishin dëshmuar poshtërimin e tij. Gjatë drekës, ai ul vetëm në mens, duke përzier supën e ftohtë ndërsa shqetësimet e tij shumoheshin. Paralajmërimi zyrtar nënkuptonte se ishte një hap larg shkarkimit. Pa këtë punë, si do t'i paguante faturat mjekësore të Kiarës? Si do të siguronte që ajo të vazhdonte të merrte trajtimin e nevojshëm? Në orën 15, Marku mori dokumentin zyrtar. Një fletë e bardhë me stampën e kompanisë që detajonte shkeljen e tij dhe pasojat e ardhshme. Duart e tij dridheshin ndërsa firmoste marrjen, çdo fjalë e dokumentit i jehonte në mendje si një dënim. Mbikëqyrësi i pastrimit, një burr i sjellshëm i quajtur Pietri, i dha letrën me një shikim plot dhëmbshuri. Marku, i më i kujdesshëm. Presidentja nuk është për shaka kohët e fundit. Kompania po kalon një ristrukturim dhe ajo është nën shumë presion. E kuptoj, Pietri. Nuk do të ndodhë më. Shpresoj që jo. Ti je një punonjës i mirë dhe e di që ke përgjegjësi në shtëpi. Marku e palosi letrën dhe e futi në xhepin e uniformës, duke ndier peshën e fjalëve. Përgjegjësi në shtëpi. Kiara mbështetej tek ai për gjithçka. Ishte baba, nën, sigurues dhe mbrojtës. Nuk mund t'ia lejonte vetes të humbiste këtë punë, edhe nëse kjo nënkuptonte të gëlltiste dinjitetin e tij çdo ditë. Pjesa tjetër e pasdites u zvarrit ngadalë. Me çdo korridor që pastronte, Marku rishikonte skenën e mëngjesit, duke imagjinuar se çfarë mund të kishte thënë ose bërë ndryshe. Poshtërimi publik kishte hapur plagë që ai mendonte se ishin shëruar prej kohësh. I kujtua kur respektohej për njohuritë e tij, kur opinionet e tij kishin rëndësi në takimet e projekteve. Tani, ishte thjesht një tjetër punonjës i padukshëm, funksioni i vetëm i të cilit ishte të mbante sipërfaqe të pastra për njerëz që as nuk shqetësoheshin të mësonin emrin e tij. Në orën 17, Marku ndërroi rroba në dhomën e zhveshjes dhe shkoi te stacioni i autobusit ku Kiara e priste me Dado Anjen, një grua e moshuar nga pallati që kujdesej për vajzën për një shumë simbolike. Kur pa baban, fytyra e vogël e Kiarës u ndriçua me një buzëqeshje që gjithmonë arrinte të shpërndante ret më të errëta të ditës së tij. Babi. Si shkoi puna sot? Ishte qetë, princesh. Gati për konsultën tonë me doktor Viktorin? Kiara tundi kokën me energji, duke mbajtur fort elefantin e saj prej pelushit të quajtur Gugu. Në moshën 5 vjeçare, ajo ende nuk e kuptonte plotësisht gravitetin e gjendjes së saj, por e dinte se vizitat në spital ishin pjesë e jetës së saj, aq sa shkuarja në park apo ngrënia e akullores të dielave. Udhëtimi deri në spital kaloi shpejt. Kiara bisedoi për ditën e saj, duke treguar për vizatimet që kishte bërë dhe historik që Anja i kishte lexuar. Marku dëgjonte me vëmendje, duke lënë që pafajësia e vajzës të lante hidhërimin që ende i diqte në gjoks. Konsulta mjekësore do të zbulonte nëse Kiara do të kishte nevojë për një procedurë më invazive, dhe ai lutej në heshtje që lajmet të ishin pozitive. Spitali Shën Ana ishte një kompleks modern në qendër të Tiranës, i njohur për ekselencën e tij në kardiologjinë pediatrike. Marku dhe Kiara njihnin çdo korridor, çdo infermiere, çdo mjek që punonte në atë sektor. Doktor Viktor Milani ishte bërë më shumë se një mjek për ta, ishte një mik që ndiqte zhvillimin e Kiarës me përkushtim të veçantë.
Ndërsa prisnin në recepcion, Marku vëzhgoi lëvizjen e vazhdueshme të spitalit. Familje të ankthuara, mjek të nxituar, infermiere kompetente që lëviznin me qëllim. Kishte diçka ngushëlluese në atë mjedisshërimi dhe shprese, edhe mes shqetësimeve. Kiara Salaj, infermierja Roza Thiri, dhe ata ndoqën korridorin e një orë drejt zyrës së mjekut. Zyra e doktor Viktor Milanit ishte mikpritse, e dekoruar me vizatime fëmijësh plot ngjyra që pacientët e mëparshëm kishin bërë posaçërisht për të. Kiara gjithmonë ndihej si në shtëpi aty, duke njohur disa nga vizatimet e saj të varura në mur pranë tavolinës së mjekut. Doktor Viktori, një burr 40 vjeçar me flokë të thinjur në tëmtha dhe sy të sjellshëm, buzëqeshi kur pa dyshën të hynte. Si është pacientja ime e preferuar, pyeti, duke shtrirë dorën për të përshëndetur Kiarën, e cila ju përgjigj me një shtrëngim dore solemn, si një e rritur. Jam mirë, doktor Viktor. Solla Gugun për konsult, tha ajo, duke treguar elefantin prej pelushi. Sa mirë. Edhe Gugu ka nevojë për një kontroll, apo jo? Mjeku i bëri me sy para se të kthehej nga Marku. Dhe si është babai më i guximshëm që njoh? Marku sforcoi një buzëqeshje, duke u përpjekur të fshite tensionin që e konsumonte që nga mëngjesi. Jemi të etur për rezultatet e analizave, doktor. Viktori tundi kokën me mirëkuptim, duke marrë një dosje me dokumente nga tavolina e tij. Le të shohim rezultatet së bashku. Kiara, si thua të ekzaminosh zemrën e Gugut së pari ndërsa unë flas me baban tënd? Vajza tundi kokën me entuziazëm dhe filloi të luante si mjeke me lodrën e saj, duke lejuar që të rriturit të bisedonin me më shumë privatësi. Viktori hapi dosjen dhe studioi letrat për disa momente para se t'i drejtohej Markut. Lajmet janë më të mira nga sa prisnim, Marku. Ekokardiograma e fundit tregon një përmirësim të rëndësishëm në funksionin ventrikular. Defekti septal po mbyllet natyrshëm, siç shpresonim. Marku ndiu një peshë të madhe të largohej nga supet e tij. Kjo do të thotë se ajo nuk do të ketë nevojë për operacion. Për momentin, jo. Do të vazhdojmë me ndjekjen tremujore, por jam optimist. Kiara është një luftëtare, ashtu si babai i saj. Lotët e lehtësimit kërcënuan të dilnin nga sytë e Markut. Në muajt e fundit, frika se Kiara do të kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale kishte qenë një fantazmë e vazhdueshme në mendimet e tij. Mundësia e komplikacioneve, kostot shtesë, koha e rikuperimit, e gjithë kjo kishte rënduar mbi të si një re e errët. Doktor, a mund të pyes për aktivitete fizike? Ajo gjithmonë më kërkon të vrapoj në park. Me moderim, është e lirë. Asgjë shumë intensive, por lojrat normale të fëmijëve lejohen. E rëndësishme është që ajo të vazhdojë të jetë e lumtur dhe aktive. Kiara ngriti kokën nga lodra. A mund të luaj futboll me vajzat e shkollës? Po, princesh. Por mos u bëni Marta e re e kombëtares shqiptare menjëherë, bëri shaka Viktori, duke bërë Kiarën të qeshtë. Konsulta përfundoi me caktimin e vizitës së ardhshme dhe disa rekomandime rutinë. Marku ndihej më i lehtë se sa ishte ndjer prej muajsh. Të paktën një nga shqetësimet që e ndiqnin ishte lehtësuar. Kiara ishte mirë, po përmirësohej, dhe kjo ishte gjithçka që kishte rëndësi. Ata po ecnin në korridorin kryesor të spitalit kur sistemi i zërit i brendshëm filloi të jehonte një mesazh që bëri Markun të ndalonte papritmas. Vëmendje, ekip mjekësor. Kodi i kuq në urgjencë. Pacient në gjendje kritike mbërrin në 2 minuta. Kërkojmë urgjentisht gjak të grupit O negativ. Përsëris, gjak i grupit O negativ nevojitet me urgjencë. Kiara e shikoi baban me kureshtje. Babi, çfarë do të thotë kod i kuq? Do të thotë se dikush ka nevojë për ndihmë urgjente, princesh. Mjekët do të kujdesen mirë për personin. Ata vazhduan të ecnin drejt daljes kur një rëmuj në hyrjen kryesore tërhoqi vëmendjen e tyre. Paramedikët vrapuan duke shtyrë një barel të rrethuar nga një ekip mjekësor që bërtiste udhëzime teknike. Marku instinktivisht mbrojti Kiarën duke e tërhequr atë në anë të korridorit për t'i dhënë rrugë urgjencës. Në barel, një grua bjonde ishte shtrirë pa ndjenja, flokët e saj të shpërndara dhe fytyra e saj e zbehtë si dyll. Edhe në gjendje kritike, Marku njohu menjëherë tiparet që kishte parë atë mëngjes në zyrë. Ishte Olja Aliu. Gruaja që e kishte poshtëruar publikisht ishte aty, duke luftuar për jetën. Një nga mjekët bërtiti, hemorragji e brendshme e rëndë. Kemi nevojë për qendrën kirurgjikale të përgatitur tani.
Presioni I gjakut po bie. Ku është gjaku O negativ, u përgjigj një infermiere, duke vrapuar pranë barelës. Marku mbeti I paralizuar për një moment, duke vëzhguar skenën. Gruaja e fuqishme që e kishte bërë të ndihej I vogël atë mëngjes tani duke I brish dhe e pambrojtur, plotësisht e varur nga kompetenca mjekësore për të mbijetuar. Kishte diçka thellësisht njerëzore në atë moment që preku një pjesë të shpirtit të tij që ai mendonte se ishte ngurtësuar. Babi, zonja është mirë, pyeti Kiara, duke shtrënguar më fort dorën e babait. Mjekët do të kujdesen për të, princesh. Le të shkojmë në shtëpi. Por diçka bëri Markun të hezitonte në daljen e spitalit. Ndoshta ishte ironia mizore e fatit, ose ndoshta ishte thjesht natyra e tij dëmshuruese që as vitet e luftës dhe poshtërimit nuk kishin arritur ta shkatëronin plotësisht. Ai e dinte grupin e tij të gjakut, O negativ, një rrallësi që përbënte vetëm 7% të popullsisë. E kishte zbuluar këtë vite më parë, kur gruaja e tij kishte pasur nevojë për transfuzione gjatë trajtimit. Kiara, le të ulemi aty për një moment, tha ai, duke treguar një rresht karrige në hallin kryesor. Apo presim dik, babi? Thjesht dua të sigurohem që zonja do të jetë mirë. Ata u ulën dhe Marku vëzhgoi lëvizjen frenetike të spitalit. Infermieret vraponin nga njëra anë në tjetrën, mjekët bisedonin në grupe urgjente dhe familjarët e pacientëve të tjerë prisnin lajme me shprehje ankthi. Spitali ishte një mikrokozmos I jetës njerëzore, shpresë, frikë, dashuri, humbje, gjithçka e përqendruar në korridoret sterile dhe dhomat e bardha. 15 minuta më vonë, një mjek doli nga dyert e 2 fishta të urgjencës me një shprehje serioze. Ai u drejtua recepcionit kryesor dhe filloi të fliste me infermieret me zë të ulët. Marku nuk mund t'i dëgjonte fjalët, por gjua e trupit ishte e qartë, situata ishte kritike. Doktor Alani? Një infermiere thiri një mjek të ri që po kalonte në korridor. A kemi mundur të kontaktojmë bankën e gjakut? Ata nuk kanë stok të O negativ. I fundit u përdor mbrëm në një urgjencë pediatrike. Kamioni tjetër mbërin vetëm nesër në mëngjes. Marku ndjeu një shtrëngim në stomak. Nesër në mëngjes mund të ishte tepër vonë. Ai shikoi Kiarën, e cila luante e shpërqendruar me elefantin e saj, duke kënduar lehtë një këngë që kishte mësuar në shkollë. Vajza e tij ishte mirë, po përmirësohej, kishte një të ardhme të shkëlqyer përpara. Olja Aliu, nga ana tjetër, po përballej ndoshta me orët e saj të fundit. Babi, a je mirë? Dukesh I shqetësuar, vuri re Kiara me perceptimin e mbreht që fëmijët ndonjëherë shfaqin. Po mendoj, princesh. Ndonjëherë të rriturit kanë vendime të vështira për të marrë. Çfarë lloj vendimi? Marku hezitoi. Si ti shpjegonte një fëmijë 5 vjeçar dilemën morale që po zhvillohej në mendjen e tij? Si duhet të reagonte një person që ishte poshtëruar dhe mos respektuar kur ai që e kishte poshtëruar kishte nevojë për ndihmën e tij? A të kujtohet kur më pyete pse I ndihmojmë njerëzit edhe kur ata nuk janë të sjellshëm me ne? Kiara tundi kokën. Ti the se është sepse jemi një familje me zemër të mirë. Pikërisht. Dhe tani babi po mendon nëse duhet të ndihmoj dik që nuk ka qenë shumë I sjellshëm me të. Vajza I shqyrtoi fjalët me kujdes, shpreha e saj serioze përtej moshës së saj. Mami gjithmonë thoshte se ndihma ndaj njerëzve ishte gjëja e duhur për të bërë, pa marrë parasysh çfarë. A të kujtohet? Fjalët e Kiarës jehuan në mendjen e Markut si një jehone së kaluarës. Gruaja e tij kishte qenë gjithmonë busulla morale e familjes, personi që shihte mirësi aty ku të tjerët shihnin vetëm defekte. Ajo do të kishte ndihmuar pa hezitim, edhe duke ditur rrethanat e mëngjesit. Në atë moment, një rrëmujë e re doli nga dyert e 2 fishta. 2 mjek dolën me nxitim, shprehjet e tyre edhe më serioze se më parë. Njëri prej tyre ju drejtua drejt për drejt banakut të informacionit. Duhet të bëjmë një njoftim të përgjithshëm. Situata është kritike dhe nuk kemi kohë. Altoparlanti kërkëriti përsëri, vëmendje të gjithë të pranishmëve në spital. Po përballemi me një urgjencë mjekësore kritike. Kërkojmë urgjentisht dhurues gjaku të grupit O negativ. Nëse keni këtë grup gjaku dhe jeni në gjendje të dhuroni, ju lutemi drejtohuni menjëherë në qendrën e dhurimit në katin e 3. Kjo është një situatë jetë a vdekje. Njoftimi I fundit jehoi nëpër korridore si një thirrje e dëshpëruar. Marku shikoi rreth e rrotull në hol, duke vëzhguar njerëzit e pranishëm.
Disa dukej se e konsideronin kërkesën, të tjerët thjesht vazhduan bisedat e tyre. Askush nuk u ngrit menjëherë për t'ju përgjigjur thirrjes. Babi? Kiara i shtrëngoi dorën më fort. A mund ta ndihmosh zonjën? Pyetja e thjeshtë e vajzës kaloi përmes të gjitha komplekseve emocionale që Marku kishte ndërtuar në mendjen e tij. Aty ishte çështja thelbësore, e zhveshur nga krenaria e lënduar, zemërimi apo konsideratat për drejtësi. Një person po vdiste dhe ai kishte aftësinë për të ndihmuar. Mund të provoj, princesh. Atëherë duhet të provojmë, apo jo? Marku shikoi sytë e pafajshëm të vajzës dhe pa në to të njëjtën pastërti shpirti që gruaja e tij kishte treguar gjithmonë. Kiara nuk dinte për poshtërimin e mëngjesit, nuk kuptonte kompleksitetet sociale dhe profesionale që e komplikonin situatën. Për të, ishte thjesht një çështje humaniteti bazik. Po, duhet të provojmë. Ata u ngritën së bashku, Marku duke mbajtur Kiarën në krah, ndërsa shkonin drejt ashensorit që do t'i çonte në katin e tretë. Gjatë ngjitjes, ai reflektoi mbi ironitë e fatit. Atë mëngjes, ai ishte reduktuar në më pak se zero në sytë e Olja Aliu. Tani, në orët e ardhshme, ai mund të ishte i vetmi person i aftë të shpëtonte jetën e saj. Qendra e dhurimit ishte e gjallë, por jo me dhurues. Infermierët dhe teknikët vraponin duke përgatitur pajisje, ndërsa mjekët konsultoheshin me dosjet e pacientëve dhe bënin telefonata urgjente. Kur Marku ju afrua banakut kryesor me Kiarën në krah, një infermiere e shikoi me shpresë. A mund t'ju ndihmoj? Unë kam gjak të grupit O negativ. Do të doja të dhuroja për urgjencën. Infermierja e shikoi Markun me një përzierje lehtësimi dhe urgjence. Faleminderit që u ofruat. Do të duhet të bëjmë disa analiza të shpejta para dhurimit. Cili është emri juaj? Marku Salaj. Dhe kjo është vajza ime, Kiara. Perfekt, zotëri Salaj. Unë jam infermierja Roza. Do të duhet të kontrollojmë shenjat tuaja vitale dhe të bëjmë disa teste të shpejta. Situata është vërtet kritike. Roza e udhëhoqi Markun dhe Kiarën drejt një dhome më të vogël brenda qendrës së dhurimit, ku pajisjet mjekësore prisnin të përgatitura. Efikasiteti i ekipit mjekësor e impresionoi Markun, çdo lëvizje ishte e llogaritur, çdo sekondë e shfrytëzuar. Ai mund të ndjente urgjencën në ajër, një energji pothuajse e prekshme që bënte zemrën e tij të rrahë më shpejt. Babi, a do të dhem? Pyeti Kiara ndërsa u vendos në një karrige pranë tavolinës së ekzaminimeve. Vetëm pak, princesh. Si kur bën analiza gjaku. A të kujtohet që ti je gjithmonë shumë e guximshme? Roza buzëqeshi Kiarës ndërsa përgatiste pajisjet. Babai yt do të ndihmoj të shpëtoj një jetë sot. Është si të jesh një superhero i vërtetë. Sytë e Kiarës u ndriçuan. Babai im është një superhero. Lloji më i mirë i superheronive, konfirmoi Roza, duke filluar të kontrollonte presionin e gjakut të Markut. Ata që ndihmojnë njerëzit e tjerë pa pritur asgjë në këmbim. Ndërsa Roza punonte, Marku vëzhgoi lëvizjen e vazhdueshme përmes derës së xhamit të dhomës. Mjekët vraponin nëpër korridore, familjarët prisnin lajme me shprehje të tensionuara dhe sistemi i zërit vazhdonte të bënte njoftime për emergjencën në vazhdim. Kishte diçka surreale në të qenit në qendër të një lufte për jetën, veçanërisht kur jeta në fjalë i përkiste personit që e kishte poshtëruar vetëm disa orë më parë. Presioni i gjakut është pak i lartë, por brenda kufive të pranueshëm duke marrë parasysh stresin, murmuriti Roza duke bërë shënime. Tani do të kontrollojmë nivelet tuaja të hemoglobinës. Shpimi i gjilpërës ishte i shpejt, por Marku vuri re se Roza rrodhi lehtësisht ballin kur vëzhgoi mostrën e gjakut. Ajo nuk tha asgjë fillimisht, thjesht etiketoi tubin e provës dhe e çoi në një makinë në anë të dhomës. Çfarë është hemoglobina, babi? Pyeti Kiara, duke lëvizur këmbët e vogla në karrige. Është një pjesë e gjakut ton që transporton oksigjenin në të gjithë trupin ton. Si transportues të vegjël brenda nesh. Si milingonat që transportojnë ushqim. Pikërisht si milingonat, princesh. Shumë e zgjuar. Roza u kthye nga makina me një shprehje të shqetësuar. Ajo kontrolloi rezultatet përsëri para se t'i drejtohej Markut me kujdes. Zotëri Salaj, duhet të jem e sinqert me ju. Nivelet tuaja të hemoglobinës janë nën idealen për dhurim. Normalisht, ne nuk do të mund të autorizonim dhurimin në këto kushte. Marku ndjeu stomakun t'i fundosej. Sa të ulta?
është 11-2 GDL. Minimumi i rekomanduar për burrat është 13-5 GDL. Kjo sugjeron anemi të lehtë, ndoshta nga mungesa ushqimore ose stresi i zgjatur. Realiteti i fjalëve të Rozës e goditi Markun si një grusht. Ai e dinte se ushqimi i tij kishte qenë i parregullt në muajt e fundit, duke i dhënë gjithmonë përparësi ushqyerjes së Kiarës mbi atë të vetes. Shqetësimet e vazhdueshme për punën dhe faturat mjekësore kishin marrë haraqin e tyre fizik, por ai nuk e kishte kuptuar sa kjo do të thotë se nuk mund të dhuroj. Roza hezitoi duke parë përmes derës së xhamit lëvizjen frenetike të spitalit. Në rrethana normale, unë do të thoja jo. Por, ajo ndaloi duke peshuar fjalët e saj. Pacientja është në gjendje kritike. Ka humbur shumë gjak dhe nuk kemi opsione të tjera të disponueshme menjëherë. Doktor Alani po vjen për të folur me ju për rreziqet. Pak minuta më vonë, doktor Alani hyri në dhomë. Ishte një burr i ri, ndoshta në fillim të 30-tave, me flokë të errët dhe sy që zbulonin si kompetencë ashtu edhe dhëmbshuri. Ai përshëndeti Markun me një shtrëngim dore të fortë para se të gjunjëzohej në nivelin e Kiarës. Përshëndetje, e vogël. Cili është emri yt? Kiara. Dhe ky është Gugu, u përgjigj ajo, duke treguar elefantin e saj prej pelushi. Kënaqësi t'ju njoh. Unë jam doktor Alani. Ai u kthye nga Marku me një shprehje serioze. Zotëri Salaj, infermierja Roza më shpjegoi situatën tuaj. Duhet të jem plotësisht transparent për rreziqet e përfshira. Marku tundi kokën, duke u përgatitur të dëgjonte informacione që mund të mos donte t'i dëgjonte. Nivelet tuaja të hemoglobinës janë të ulta. Një dhurim në këto kushte mund të rezultojë në marramendje të rënda, të fikët, lodhje të zgjatur dhe në raste ekstreme, komplikacione më serioze. Normalisht, unë nuk do ta rekomandoja dhurimin. Dhe anormalisht, doktor Alani shikoi përmes derës së xhamit, ku lëvizja vazhdonte frenetike. Pacientja ka humbur afërsisht 40% të volumit të saj të gjakut. Pa një transfuzion të menjëhershëm, ajo nuk do të mbijetojë 2 orët e ardhshme. Banka e gjakut më e afërt me O negativ është 3 orë larg. Heshtja në dhomë ishte e rëndë. Kiara vazhdonte të luante me Gugun, e pavetëdijshme për gravitetin e bisedës që po zhvillohej rreth saj. Marku ndjeu peshën e vendimit që i shtypte supet si një barë fizike. Nëse dhuroj, cilat janë rreziqet reale për mua? Me nivelet tuaja aktuale, ju ndoshta do të përjetoni dobësi të konsiderueshme, marramendje, dhe do t'ju duhen disa ditë për t'u rikuperuar plotësisht. Është e pamundur që të ketë komplikacione të përhershme, por ekziston rreziku. Marku mendoi për Kiarën, për përgjegjësinë e tij si baba i vetëm, për nevojën për të qenë i fortë dhe i pranishëm për të. Mendoi gjithashtu për punën që nuk mund të humbiste, për faturat që duheshin paguar. Por kur shikoi sytë e vajzës së tij, pa në to të njëjtën pastërti shpirti që gjithmonë e kishte udhëhequr në momentet më të vështira. Doktor, nëse nuk dhuroj, zonja vërtet nuk do të mbijetoj? Shanset janë shumë të ulta. Po bëjmë gjithçka që mundemi për ta stabilizuar, por pa gjak. Alani e la frazën pezull. Babi, Kiara e shikoi me sytë e saj të mëdhenj dhe serioz. Zonja do të jetë mirë nëse ti ndihmon? Mund të jetë, princesh. Atëherë duhet të ndihmosh. Mami gjithmonë thoshte se ndihma ndaj njerëzve ishte më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Fjalët e Kiarës jehuan në dhomë si një kujtesë e vlerave që Marku mendonte se i kishte humbur mes vështirësive të jetës. Gruaja e tij do të kishte bërë zgjedhjen pa hezitim, edhe duke ditur rreziqet. Ajo gjithmonë kishte besuar se mirësia njerëzore ishte forca më e fuqishme në univers. Doktor Alani, unë dua të bëj dhurimin. Jeni i sigurt? Dua që të kuptoni plotësisht rreziqet e përfshira. Jam i sigurt. Mjeku studioi fytyrën e Markut për disa momente, duke kërkuar shenja dyshimi apo hezitimi. Kur nuk gjeti asnjë, ai tundi kokën ngadalë. Shumë mirë. Do të vazhdojmë me dhurimin. Roza, përgatit gjithçka dhe monitoro shenjat e tij vitale vazhdimisht. Çdo shenjë komplikacioni, ndërpresim menjëherë. E kuptuar, doktor. Ndërsa Roza përgatiste pajisjet e dhurimit, doktor Alani u gjunjëzua përsëri pranë Kiarës. Vajza juaj mund të qëndrojë këtu me ju gjatë procesit, nëse dëshironi. Ndonjëherë ndihmon të kesh dikë të veçantë pranë.
A mund të qëndroj, babi? Pyeti Kiara, duke shtrënguar gugun pas gjoksit. Sigurisht, princesh. Por nëse ndihesh e pakëndshme, mund të dalësh në çdo moment. Dhoma u riorganizua shpejt për të akomoduar pajisjet e dhurimit. Marku ushtri në një barel të rehatshme, ndërsa Roza përgatiste venën e tij me kompetencë profesionale. Kiara tërhoqi një karrige për të qëndruar pikërisht pranë tij, si një rojtare e vogël e vendosur të mbronte baban gjatë procesit. Do të ndjeni një shpim tani, paralajmëroi Roza, duke futur gjilpërën me precizion. Dhurimi duhet të zgjas mes 20 dhe 30 minutash. Marku vëzhgoi gjakun të fillonte të rrifte përmes tubit transparent drejt qesës së mbledhjes. Kishte diçka hipnotizuese në proces, forca e tij jetësore po kanalizohej për të shpëtuar një jetë. Edhe nëse ishte jeta e dikujt që e kishte trajtuar me përbuzje, akti i dhurimit ende dukej thellësisht domethënës. Babi, si e dije që kishe grupin e duhur të gjakut? Pyeti Kiara, duke vëzhguar procesin me kureshtje shkencore. E zbulova kur mami ishte sëmur dhe kishte nevojë për transfuzione. Mjeku tha se unë kisha një grup të veçantë që mund të ndihmonte shumë njerëz. Si një superfuqi. Pikërisht si një superfuqi, princesh. Gjatë 10 minutave të para, Marku u ndje mirë. Roza monitoronte presionin e tij të gjakut dhe pulsin vazhdimisht, duke bërë shënime në tabelën e saj. Lëvizja në korridor ishte zvogëluar pak, por ende kishte një ndjenjë urgjence të prekshme në ajër. Në 15 minuta, Marku filloi të ndjente një marramendje të lehtë. Roza vuri re menjëherë ndryshimin në shprehjen e tij dhe kontrolloi shenjat e tij vitale. Si po ndiheni? Pak marramendje, por mirë. Është normale. Do të zvogëloj pak fluksin për të reduktuar stresin në sistemin tuaj. Kiara mbajti dorën e lirë të babait me duart e saj të vogla. Ti e burri më i guximshëm në botë, babi. Në 20 minuta, marramendja ishte intensifikuar dhe Marku ndjente një lodhje të thellë që ishte vendosur në kocka. Roza vazhdonte të monitoronte çdo shenjë, shprehja e saj profesionale maskonte çdo shqetësim që mund të ndjente. Pothuajse mbaroi, zotëri Salaj. Ju jeni jashtëzakonisht i guximshëm. Ishte atëherë kur një rëmuj në korridor tërhoqi vëmendjen e tij. Përmes derës së xhamit, Marku pa një grua që po ndihmohej nga 2 infermiere të ecte ngadalë nëpër korridor. Ishte dukshëm e dobët, me një këmishë spitali dhe fytyrën e zbehtë, por e vetëdijshme. Edhe në distancë dhe në gjendjen e saj të dobësuar, Marku njohu menjëherë Olja Aliun. Mbledhja e gjakut ishte pothuajse në fund kur Olja u shfaq në korridor, e mbështetur nga 2 infermiere. Hapat e saj ishin të ngadalë dhe të lëkundur, por ajo ishte e vetëdijshme dhe e vendosur të zbulonte kush po i shpëtonte jetën. Doktor Alani kishte përmendur se një dhurues vullnetar ishte paraqitur në situatën e saj kritike dhe ajo ndjente nevojën për të falënderuar personalisht. Ku është dhuruesi? Pyeti me zë të dobët, por të qartë një nga infermieret që e shoqëronin. Atje në dhomën 3, zonja Aliu. Por ndoshta është më mirë të prisni derisa të përfundoj dhurimi. Jo. Duhet të falënderoj tani. Marku e vëzhgonte përmes xhamit duke ndier një përzierje komplekse emocionesh. Gruaja që e kishte poshtëruar publikisht atë mëngjes tani ecte brishtësisht nëpër korridoret e spitalit, e mbajtur gjallë nga gjaku që rrifte nga venat e tij. Kishte diçka thellësisht ironike në situatë, por edhe diçka thellësisht njerëzore. Babi, zonja është më mirë? Pyeti Kiara, duke ndjekur shikimin e babait. Duket se po, princesh. Roza kontrolloi qesën e gjakut. Gati, zotëri Salaj. Kemi marrë një sasi të shkëlqyer. Ju ishit i jashtëzakonshëm. Ajo filloi procesin e shkëputjes së pajisjeve kur Olja arriti te dera e dhomës. Këmbët e saj dridheshin lehtë dhe ajo duhej të mbështetej në kornizën e derës. Kur sytë e saj takuan Markun të shtrirë në barel me gjilpërën ende në krahun e tij, fytyra e saj humbi edhe më shumë ngjyrë. Për një moment që dukej i përjetshëm, ata thjesht u pan. Njohja ishte e menjëhershme dhe tronditëse për të dy. Olja puliti sytë disa herë, sikur të përpiqej të konfirmonte se nuk po halucinonte për shkak të humbjes së gjakut. Zotëri Salaj. Zëri i saj doli si një pëshpëritje mosbesuese. Marku tundi kokën ngadalë. Zonja Aliu. Heshtja në dhomë ishte shurdhuese.
Roza vazhdoi punën e saj duke aplikuar një fash në krahun e Markut, por edhe ajo dukej se ndjente tensionin elektrik në ajër. Kiara shikonte nga një i rritur te tjetri, duke kuptuar se po ndodhte diçka e rëndësishme, por pa e kuptuar plotësisht se çfarë. Ju. Olja u përpoq të fliste, por fjalët dukeshin të ngecura në fy. Ju po dhuroni gjak për mua? Po. Përgjigja e thjeshtë e Markut i hoi në dhomë si një bubullim e heshtur. Olja u mbështet më rënd në kornizën e derës, jo për shkak të dobësisë fizike, por për shkak të shokut emocional që e godiste në valë të një pasnjëshme. Por unë këtë mëngjes unë. Ajo nuk mund t'i përfundonte fjalit, realiteti i situatës po shemte çdo mbrojtje apo racionalizim që mund të kishte ndërtuar. E di, tha Marku qetësisht, duke pranuar ndihmën e Rozës për t'u ulur në barel. Por ju kishit nevojë për ndihmë. Ti nuk e kupton. Olja hyri në dhomë, duke u lëkundur lehtë. Unë të trajtova tmerrësisht. Thash gjëra të pafalshme. Para të gjithëve. Kiara shikoi Oljen me kureshtje. Babi, a e njeh zonjën? Marku hezitoi, duke zgjedhur fjalët e tij me kujdes. Zonja Olja punon në të njëjtin vend me mua, princesh. Punon me mua? Olja përsëriti, fjalët e saj të ngarkuara me një kuptim më të thellë. Hierarkia korporative që kishte përcaktuar ndërveprimin e saj të mëngjesit tani dukej absurde përballë realitetit të zhveshur të situatës. Doktor Alani hyri në dhomë në atë moment, duke mbajtur qesen e gjakut që do të shpëtonte jetën e Oljes. Zonja Aliu, çfarë po bëni jashtë shtratit? Duhet të pushoni. Doktor, duhet të flas me zotërin Salaj. Ai sapo më shpëtoi jetën. Po, dhe rrezikoi jetën e tij për këtë. Nivelet e tij të hemoglobinës ishin nën standardet e sigurta për dhurim. Olja shikoi Markun me tmerr në rritje. Nën standardet? Kjo do të thotë se ishte e rrezikshme për ju. Do të thotë se ai zgjodhi të rrezikonte shëndetin e tij për të shpëtuar tuajin, u përgjigj doktor Alani. Është një nga gjestet më të guximshme që kam parë ndonjëherë. Këmbët e Oljes më në fund u lëshuan, dhe ajo u ul rënd në karrigen që Kiara kishte zënë pak më parë. Lotët filluan t'i rrivnin nëpër fytyrën e zbetë, çdo pikë duke mbajtur peshën e fajit dhe turpit që e konsumonte. Zotëri Salaj, tha ajo me zë të thyrë. Unë nuk e meritoj këtë. Nuk e meritoj mirësinë tuaj pas asaj që bëra. Marku e vëzhgoi për disa momente para se të përgjigjej. Zonja Aliu, kur një person po vdes, veprimet e tij të kaluara nuk kanë rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se ju jeni një qenie njerëzore që kishit nevojë për ndihmë. Por ju kishit çdo të drejtë të më linit, thjesht të ktheheni shpinën dhe të largoheshit. Ndoshta. Por vajza ime më bëri një pyetje të thjeshtë. Marku shikoi Kiarën, e cila vëzhgonte bisedën me sy të mëdhenj dhe të vëmendshëm. Ajo pyeti nëse mund të ndihmonim. Dhe përgjigjja ishte gjithmonë po. Kiara ju afrua Oljes me pafajësinë karakteristike të fëmijëve. Zonja Poçan? Olja fshiu lotët me shpinën e dorës. Po, e dashur. Ndonjëherë të rriturit qajnë kur ndihen shumë mirënjohës. Mirënjohëse për çfarë? Për të takuar baban tën. Ai më mësoi diçka shumë të rëndësishme sot. Doktor Alani ndërpreu momentin. Zotëri Salaj duhet të monitoroj rikuperimin tuaj. Dhe zonja Aliu, ju duhet të ktheheni në dhomën tuaj menjëherë. Do të administrojmë transfuzionin dhe do t'ju duhet pushim i plotë. Doktor, a mund të kërkoj një favor? Olja shikoi Alanin me lutje. A mund të siguroni një dhomë private për zotërin Salaj? Dhe kujdes mjekësor të plot gjatë rikuperimit të tij? Zonja Aliu, kjo nuk është e nevojshme, protestoi Marku. Mund të shkoj në shtëpi dhe të pushoj atje. Jo. Zëri i Oljes kishte rifituar një pjesë të vendosmërisë së saj natyrale. Është minimumi që mund të bëj. Doktor Alani, ju lutem, trajtoni zotërin Salaj si mysafirin tim personal. Dua që ai të marrë kujdesin më të mirë të mundshëm. Doktor Alani shikoi mes të dyve, duke kuptuar qartë se kishte më shumë në histori se sa po thuaj. Shumë mirë. Mund të sigurojmë akomodime për të dy derisa të jenë plotësisht të rikuperuar. Po vajza, pyeti Alani, duke shikuar Kiarën. Kiara ri me mua, tha Marku me vendosmëri. Nuk kam askën tjetër për t'u kujdesur për të.
Olja shikoi Kiarën me sy të rinj, duke parë jo vetëm një fëmijë, por vajzën e burrit që i kishte shpëtuar jetën. Përgjegjësia e të qenit baba i vetëm, presionet me të cilat Marku përballej çdo ditë, gjithçka filloi të kishte kuptim për të. Kiara, tha Olja butësisht. Ti ke një kukull shumë të bukur. Është Gugu. Është një elefant, korrigjoi Kiara me seriozitet. Ai shkon me mua kudo. Sa me fatje që ke një shoqërues kaq të veçantë. Dhe sa me fat jam unë që të kam njohur ty dhe baban tën. Roza kishte mbaruar rregullimin e pajisjeve dhe ju afrua Markut. Zotëri Salaj, ju ndoshta do të ndjeni dobësi dhe marramendje në orët e ardhshme. Është thelbësore të pushoni dhe të qëndroni të hidratuar. Unë do të jem këtu për të siguruar që ai të marrë të gjithë kujdesin e nevojshëm, tha Olja, zëri i saj mbante një vendosmëri që e habiti edhe vet atë. Marku e shikoi me habi. Zonja Aliu, edhe ju duhet të rikuperoheni. Nuk mund të shqetësoheni për mua. Zotëri Salaj, ajo ndaloi dhe mori frym thellë. Marku. A mund t'ju thëras Marku? Ai tundi kokën ngadalë. Marku, ti më shpëtove jetën sot. Më shumë se kaq, ti më tregove se çfarë do të thotë dinjitet i vërtet njerëzor. Gjëja më e vogël që mund të bëj është të siguroj që ti dhe Kiara të keni gjithçka që ju nevojitet gjatë rikuperimit tuaj. Babi, Kiara i tërhoqi mëngën e këmishës së Markut. Kam uri. Deklarata e thjeshtë e vajzës solli një moment lehtësie në tensionin emocional që dominonte dhomën. Olja buzëqeshi përmes lotëve, buzëqeshja e parë e vërtet që Marku kishte parë në fytyrën e saj. Si thua të porosisim diçka speciale për darkë, sugjeroi Olja. Cila është ushqimi yt i preferuar, Kiara? Pica, u përgjigj vajza pa hezitim. Pica do të jetë atëherë. Dhe akullore për desert? Sytë e Kiarës u ndriçuan. Çokollatë? Gjithë çokollatën që dëshiron. Marku vëzhgoi ndërveprimin mes Oljes dhe vajzës së tij me një përzierje habie dhe kujdesi. Transformimi në gruan që e kishte poshtëruar atë mëngjes ishte mbresëlënës, por ai ende nuk ishte i sigurt nëse ishte i vërtet apo thjesht një reagim emocional i përkohshëm. Doktor Alani u kthye në dhomë. Kemi 2 dhoma ngjitur të përgatitura. Të dy keni nevojë për pushim dhe dua t'ju monitoroj të dy gjatë natës. Ndërsa përgatiteshin të largoheshin nga qendra e dhurimit, Marku ndjeu një val marramendjeje. Olja vuri re me njëherë dhe u zhvendos për ta mbështetur, duke harruar dobësinë e saj. Kujdes, tha ajo, duke i mbajtur krahun. Le të shkojmë ngadalë. Faleminderit, murmuriti Marku, duke lejuar veten të pranonte ndihmën. Ndërsa ecnin ngadalë nëpër korridor drejt dhomave, Kiara mbante dorën e babait me njërin dorë dhe atë të Oljes me tjetrën, duke krijuar një urë njerëzore mes 2 personave që vetëm disa orë më parë dukeshin botë të ndara. Marku, tha Olja butësisht ndërsa ecnin. A mund të bëj një pyetje? Sigurisht. Pse më ndihmove vërtet? Bëhu plotësisht i sinqert. Marku mendoi për një moment para se të përgjigjej. Sepse gruaja ime gjithmonë më mësonte se humaniteti ynë nuk përcaktohet nga mënyra si i trajtojmë ata që na duan, por nga mënyra si i trajtojmë ata që na kanë lënduar. Fjalët i huan në korridorin e heshtur, duke mbajtur një peshë dhe një të vërtetë që preku thellë zemrën e Oljes. Në atë moment, ajo kuptoi se kishte gjetur jo vetëm një shpëtimtar, por një mësues. Nata në spital kaloi ngadalë për të dy. Marku flinte me ndërprerje, duke u zgjuar disa herë me marramendje dhe etje të fortë. Kiara kishte këmbëngulur të flinte në shtratin pranë tij, trupi i saj i vogël i mbështjell me Gugun, duke ofruar praninë ngushëlluese që gjithmonë e qetësonte në momentet e vështira. Në dhomën ngjitur, Olja qëndroi zgjuar pjesën më të madhe të natës, jo për shkak të dhimbjes fizike, por për shkak të turbullirës së emocioneve dhe reflektimeve që e mbanin të shqetësuar. Rreth orës 3 të mëngjesit, ajo u ngrit me kujdes dhe shkoi te dritarja që shihte qytetin e fjetur. Dritat e shpërndara nëpër ndërtesa krijonin një mozaik jetësh individuale, secila me luftërat, shpresat dhe sfidat e veta. Për herë të parë pas vitesh, Olja mendoi për njerëzit pas atyre dritave, sa prindër të vetëm si Marku luftonin çdo ditë për të mbajtur familjet e tyre të bashkuara. Sa punonjës kishte trajtuar me të njëjtën ftohtësi që kishte treguar atë mëngjes. Korporata, bashkimi, kishte qenë e gjithë jeta e saj që kur kishte marrë presidencën pas largimit të babait.
Ajo ishte krenare për efikasitetin e saj, për aftësinë e saj për të marrë vendime të vështira, për të mbajtur standarde të larta. Por tani, duke parë nga dritarja e spitalit, ajo pyeste nëse efikasiteti dhe humaniteti ishin vërtet të papërputhshme. Rreth orës 5 të mëngjesit, kur infermieret e para filluan turnet e tyre të mëngjesit, Olja mori telefonin e saj dhe filloi të bënte telefonata. Së pari asistenten e saj, Anjen, pastaj drejtorin e burimeve njerëzore, Pietrin, dhe më në fund çdo antar të bordit ekzekutiv. Kishte vendime të rëndësishme për të marrë, dhe ajo nuk donte të humbiste kohë. Në dhomën ngjitur, Marku u zgjua nga zëri i ulët i bisedave në korridor. Kiara ende flinte thellë, fytyra e saj e vogël e qetë në errësirën e mëngjesit. Ai u ul me kujdes në shtrat, duke testuar nivelet e tij të energjisë. Marramendja ishte zvogëluar ndjeshëm, megjithse ai ende ndihej më i dobët se zakonisht. Një trokitje e lehtë në derë ndërpreu mendimet e tij. "Hyni," tha ai butësisht për të mos zgjuar Kiarën. Roza hyri në heshtje, duke mbajtur një tabaka me kafe, lëng portokalli dhe disa vitamina. "Mirëmëngjes, zotëri Salaj. Si po ndiheni?" "Më mirë. Ende pak i dobët, por më mirë. Është normale. Nivelet tuaja të hemoglobinës do të duan disa ditë për të normalizuar plotësisht." Roza vendosi tabakan në tavolinën pranë shtratit. "Zonja Aliu kërkoi të kujdeseshim mirë për ju." Ajo ishte shumë specifike për udhëzimet e saj. "Si është ajo?" "Fizikisht, shumë më mirë. Transfuzioni ishte një sukses i plotë." "Emocionalisht?" Roza ndaloi. Ajo kaloi pjesën më të madhe të natës duke bërë telefonata. Duket se po planifikon ndryshime të rëndësishme. Marku piu një glënjë lëng portokalli, duke ndjerë ëmbëlsinë që ndihmonte në shpërndarjen e dobësisë së mbetur. "Çfarë lloj ndryshimesh?" "Nuk jam e sigurt, por ajo thirri një takim urgjent të bordit për sot në mëngjes. Dhe kërkoi specifikisht që ju të informoheni se puna juaj është plotësisht e sigurt." Informacioni solli një lehtësim të madh për Markun. Shqetësimi për paralajmërimin zyrtar dhe pushimin e mundshëm nga puna kishte qenë një hije e vazhdueshme në mendimet e tij, edhe gjatë ngjarjeve dramatike të ditës së mëparshme. "A tha diçka tjetër? Që do të dëshironte të fliste me ju kur të ndiheni mjaftueshëm mirë. Dhe që Kiara mund të qëndrojë në dhomën e saj nëse dëshiron të shikojë televizor, me sa duket ajo ka Netflix dhe filma vizatimor." Kiara zgjodhi atë moment për të zgjuar, duke u shtrirë si një kotele dhe duke hapur sytë ngadalë. "Babi? Jemi ende në spital?" "Jemi, princesh. Por së shpejti do të mund të shkojmë në shtëpi." "Zonja Olja është më mirë?" "Është shumë më mirë, fal babait tëm të guximshëm," tha Roza, duke buzëqeshur Kiarës. "Dhe ajo ka filma vizatimor në dhomën e saj, nëse dëshiron të shikosh." Sytë e Kiarës u ndriçuan. Në moshën 5 vjeçare, perspektiva e filmave vizatimor në një ekran të madh ishte e parezistueshme. "A mundem, babi?" "Sigurisht. Por së pari do të ham mëngjes dhe unë duhet të flas me zonjën Olja." 30 minuta më vonë, pas një mëngjesi të lehtë dhe disa vitaminave të përshkruara nga doktor Alani, Marku ndihej mjaft i fortë për të ecur nëpër korridore. Kiara ishte vendosur rehat në dhomën e Oljes, duke parë një film animuar rreth një princeshe të guximshme, ndërsa Olja vëzhgonte me një buzëqeshje të vërtetë që transformonte plotësisht fytyrën e saj. "Si ndiheni?" pyeti Olja kur Marku hyri në dhomë. "Shumë më mirë." "Po ju?" "Fizikisht, plotësisht e rikuperuar." "Emocionalisht?" Ajo bëri me dorë drejt një karrigeje pranë shtratit të saj. "Është një histori më e ndërlikuar." Marku u ul, duke vënë re se Olja dukej ndryshe. Nuk ishte vetëm mungesa e makiazhit apo këmisha e spitalit. Kishte diçka më të butë në shprehjen e saj, një cenueshmëri që nuk ishte e pranishme në gruan e fuqishme që ai kishte njohur në mjedisin korporativ. Marku duhet të kërkoj falje zyrtarisht për atë që ndodhi dje në mëngjes. "Nuk ka justifikim për mënyrën si të trajtova. Zonja Aliu, ju nuk keni pse." "Olja. Ju lutem, më thirrni Olja." "Dhe po, më duhet." Ajo mori frym thellë. "E kalova gjithë natën duke menduar se kush isha bërë në vitet e fundit. Se si humba humanitetin në emër të efikasitetit të biznesit." Marku mbeti në heshtje, duke e lejuar atë të vazhdonte.
Kur mora drejtimin e kompanisë, mendoja se duhej të isha e ashpër, e pamëshirshme, për të respektuar në një botë të dominuar nga burrat. Por diku në proces, ndalova se i pari punonjësit si njerëz dhe fillova t'i shija vetëm si numra, si burime për të optimizuar. Bota korporative mund të jetë brutale, ofroi Marku. Është e lehtë të humbasësh perspektivën. Jo, nuk është një justifikim i vlefshëm. Olja shikoi Kiarën, e cila ishte plotësisht e zhytur në film. Ti ke një vajzë për të rritur vetëm. Punon si pastrues jo nga mungesa e kualifikimit, por nga nevoja. Dhe megjithatë, kur unë kisha nevojë për ndihmë, ti nuk hezitove. Çdo kush do të kishte bërë të njëjtën gjë. Jo, Marku. Çdo kush nuk do të kishte bërë të njëjtën gjë. Dhe ky është thelbi. Olja u rregullua në shtrat, zëri i saj fitoi vendosmëri. Dua të bëj ndryshime. Ndryshime reale dhe të rëndësishme. Çfarë lloj ndryshimesh? Së pari, ti nuk do të kthehesh të punosh si pastrues. Zbulova se ti je inxhinier i diplomuar, a është kjo e vërtetë? Marku tundi kokën. I diplomuar 8 vjet më parë, por nuk kam punuar në atë fushë prej 2 vitesh. Pse? Kur gruaja ime u sëmur, kisha nevojë për orare fleksibël për të kujdesur për të dhe Kiarën. Kompanitë inxhinierike që kërkova nuk mundën të ofronin atë fleksibilitet. Pasi ajo u nda nga jeta, kisha nevojë për një punë të menjëhershme për të paguar faturat mjekësore. Dhe pastaj ti pranuat një pozicion shumë nën kualifikimet tuaja sepse kishit nevojë për stabilitet të menjëhershëm. Pikërisht. Olja mori laptopin e saj nga tavolina e natës. Marku, dua të ofroj diçka. Kompania jon ka nevojë për një drejtor projektesh për qëndrueshmërinë dhe përgjegjësinë sociale. Është një pozicion i ri që po krijoj, i frymëzuar nga ngjarjet e dieshme. Marku e shikoi me habi. Olja, kjo është shumë bujare, por nuk është bujari. Është drejtësi. Dhe është e nevojshme. Ajo hapi laptopin dhe filloi të shkruante. Paga do të jetë 3 herë më shumë se sa fitoni aktualisht, me plan shëndetësor të plot për ju dhe Kiarën, orare fleksibël dhe përgjegjësinë për të zhvilluar programe që ndihmojnë punonjësit e tjerë në situata të ngjashme me tuajën. Unë nuk di çfarë të them. Thuaj po. Sepse ky projekt nuk ka të bëjë me fajin tim apo mirënjohjen. Ka të bëjë me bërjen e gjës së duhur për të gjithë markut që ekzistojnë në kompani. Kiara zgjodhi atë moment për t'u kthyer dhe për t'i kushtuar vëmendje bisedës së të rriturve. Babi, a do të punosh me zonjën Olja? Duket se po, princesh. Kjo do të thotë se do të jeni miq. Olja dhe Marku u pan dhe për herë të parë që kur u takuan, qeshën së bashku. Po, Kiara. Mendoj se do të jemi miq, tha Olja. Doktor Alani hyri në dhomë në atë moment, duke ndërprer momentin e lehtësisë. Si janë pacientët e mi të preferuar? Shumë më mirë, doktor, u përgjigj Marku. Kur mund të na japësh daljen? Ju mund të shkoni në shtëpi pas dite, por dua që të pushoni plotësisht për 2 ditë. Dhe Olja, ju mund të dilni nesër në mëngjes, por asnjë punë për 1 javë. 1 javë? Olja protestoi. Doktor, kam takime të rëndësishme, ndryshime thelbësore për të zbatuar. 1 javë, përsëriti doktor Alani me vendosmëri. Ju keni kaluar një traumë fizike të rëndësishme. Trupi juaj ka nevojë për kohë për të rikuperuar plotësisht. Marku buzëqeshi. Duket se do të kemi kohë për të planifikuar këto ndryshime me kujdes. Në fakt, tha Olja, duke rifituar shprehjen e saj të vendosur, ka një ndryshim që dua ta zbatoj menjëherë. Anja. Asistentja e saj, e cila kishte mbërritur në atë moment me një pirg dokumentesh, u shfaq në derë. Po, zonja Aliu. Dua që të anuloni paralajmërimin zyrtar të Markut menjëherë. Dhe të thirrni një takim të bordit për nesër në 2 pasdite. Kemi projekte të rëndësishme për të diskutuar. Sigurisht, zonjë. Diçka tjetër? Po. Dua që të hulumtoni programe korporative të mbështetjes për prindër të vetëm. Dua të studioj praktikat më të mira para se të zhvillojmë programin ton. Anja bëri shënime shpejt. E kuptuar. Diçka tjetër? Siguroni një makinë për të çuar Markun dhe Kiarën në shtëpi pas dite. Dhe Olja ndaloi duke shikuar Kiarën. Siguroni gjithashtu një shport me dhurata për Kiarën.
libra, lodra edukative, çdo gjë që do t'i pëlqente një vajze të zgjuar 5 vjeçare. Olja, kjo nuk është e nevojshme, protestoi Marku. Është e nevojshme për mua, u përgjigj ajo butësisht. Më lër ta bëj këtë. Kiara kërceu nga karrigia dhe vrapoi te Olja. A mund të jap një përqafim falënderimi? Olja u shkri plotësisht. Sigurisht, e dashur. Përqafimi që Kiara i dha Oljes ishte spontan dhe i vërtet, lloji i dashurisë së pastër që vetëm fëmijët mund të ofrojnë. Kur vajza më në fund u shkëput, kishte lot në sytë e Oljes përsëri. Faleminderit, Kiara. Ti më dhe dhuratën më të rëndësishme nga të gjitha. Cila ishte? Ti më kujtove si të buzëqesh vërtet. 6 muaj më vonë, i njëjti rokaqiell në qendër të Tiranës dëshmonte një transformim që askush nuk do të mund ta kishte imagjinuar. Kati i 30 i korporatës Bashkimi ishte rinovuar plotësisht për të akomoduar programin e mbështetjes së familjeve, një iniciativë që ishte bërë model kombëtar për kompani të tjera. Marku tani zinte një zyrë elegante me pamje panoramike të qytetit, një ndryshim dramatik nga korridoret që dikur pastronte. Babi, a mund të ri në dhomën e rekreacionit ndërsa ti mbaron takimin? Pyeti Kiara, duke rregulluar çantën roz që kishte marrë nga Olja disa muaj më parë. Në moshën 6 vjeçare, ajo ishte përshtatur në mënyrë perfekte me rutinën e re, duke ndarë kohën e saj mes shkollës në mëngjes dhe kompanisë në pasdite, ku një dhomë e pajisur posaçërisht mirëpriste fëmijët e punonjësve. Sigurisht, princesh. Ana tashmë është atje duke të pritur. Ana Aliu, vajza 8 vjeçare e Oljes, ishte bërë shoqja më e mirë e Kiarës që kur Olja kishte zbatuar programin e mbështetjes familjare. Vajza, e cila më parë kalonte pasditet vetëm me dadot në një apartament luksos, por të zbrazët, tani shijonte shoqërinë e fëmijëve të tjerë në një mjedis mikpritës dhe stimulues. Marku vëzhgoi 2 vajzat që vraponin nëpër korridor drejt dhomës së rekreacionit para se të shkonte në sallën kryesore të takimeve. Sot ishte një ditë e veçantë, prezantimi i rezultateve të 6 mujorit të parë të programit të mbështetjes së familjeve për bordin ekzekutiv dhe përfaqësues të kompanive të tjera të interesuara për të zbatuar iniciativa të ngjashme. Salla e takimeve ishte plot kur Marku hyri. Olja kryesonte tavolinën me elegancën e saj natyrale, por kishte një ndryshim thelbësor në qëndrimin e saj. Ftohtësia e llogaritur ishte zëvendësuar nga një autoritet i butë por i fortë, që frymëzonte respekt pa intimiduar. Marku, kohëzgjatje perfekte, tha Olja, duke buzëqeshur sinqerisht. Po diskutonim pikërisht shifrat e programit. Marku zuri vendin e tij në tavolinë, ende ndonjëherë i befasuar që ishte ulur si i barabartë mes ekzekutivëve që më parë i shite vetëm nga larg. Në 6 muajt e fundit, ai kishte zbuluar se aftësitë e tij inxhinierike përktheheshin në mënyrë perfekte në planifikimin dhe zbatimin e programeve sociale korporative. Statistikat janë mbresëlënëse, vazhdoi Olja, duke treguar grafikët e projektuar në mur. Qarkullimi i punonjësve u ul 42%. Produktiviteti u rrit 28%. Dhe më e rëndësishmja, kemi marrë 347 letra falënderimi nga punonjësit, jetët e të cilëve u ndikuan pozitivisht. Pietri, drejtori i burimeve njerëzore, shtoi, programi i orareve fleksibël u mundsoi 15 prindërve të vetëm të ruanin punën e tyre ndërsa kujdesen siç duhet për fëmijët e tyre. Asistenca mjekësore e subvencionuar ndihmoi 32 familje të përballeshin me kriza shëndetësore pa komprometuar stabilitetin e tyre financiar. Një ekzekutiv nga një kompani konkurrente ngriti dorën. Zonja Aliu, këto rezultate janë mbresëlënëse, por cili ishte ndikimi në fitimin neto të kompanisë? Marku u ngrit për t'u përgjigjur. Çuditërisht, fitimet tona u rritën 18% në periudhë. Punonjësit më të kënaqur dhe të qëndrueshëm prodhojnë punë më të mirë, qëndrojnë më gjatë në kompani dhe krijojnë një mjedis pune më pozitiv që tërheq talente me cilësi të lartë. Por si i financoni këto programe? Pyeti një tjetër ekzekutive. Olja buzëqeshi dhe Marku njohu shprehjen që ajo kishte kur ishte gati të bënte një zbulim befasues. Një vendim personal që mora. Ridrejtoja bonusin tim vjetor, i cili në 5 vitet e fundit kishte qenë mesatarisht 2 milion lekë për të financuar përgjithmonë programin. Murmurima e habi në sallë ishte e dëgjueshme. Ekzekutivet e korporatave që hiqnin dorë nga bonuse milionëshe për të financuar programe sociale nuk ishte saktësisht një praktikë e zakonshme në botën e biznesit. Ju ndoshta po vini në dyshim shëndetin tim financiar, vazhdoi Olja me humor.
por zbulova diçka interesante. Kur përdorni para për të krijuar një ndikim pozitiv real në jetën e njerëzve, kthimi në kënaqësi personale është eksponencialisht më i madh se çdo llogari bankare. Marku vëzhgoi fytyrat në sallë, duke parë skeptizmin gradualisht t'i lëshonte vendin kurreshtjes së vërtetë. Transformimi i Oljes kishte qenë radikal, por gjithashtu kishte qenë autentik. Ajo nuk po performonte për të bën përshtypje, po ndante një udhëtim personal zbulimi. Marku, tha një nga anëtarët e bordit. A mund të flisni për përvojën tuaj personale me këtë transformim? Marku mori frym thellë. Të fliste publikisht ende nuk ishte natyrale për të, por ai kishte mësuar të gjente forcë në të vërtetën e përvojës së tij. 6 muaj më parë, unë isha një burr i thyrë. Jo vetëm financiarisht, por shpirtërisht. Kisha humbur shpresën se mirësia dhe dinjiteti ende kishin rëndësi në botën korporative. Ai ndaloi duke shikuar Oljen. Një ngjarje traumatike më vendosi në një pozicion ku duhej të zgjidhja mes zemërimit dhe dëmshurisë. Zgjodha dëmshurinë dhe kjo ndryshoi dy jetë timen dhe të zonjës Aliu. A mund të shpjegoni më shumë për atë ngjarje? Pyeti e njëjta ekzekutive. Marku dhe Olja u pan, një komunikim i heshtur kaloi mes tyre. Ata kishin diskutuar disa herë nëse duhej ta bënin publike historinë e plotë të lindjes së programit. Do ta tregoj historinë e plotë, tha Olja. Sepse transparenca është thelbësore për gjithçka që po përpiqemi të ndërtojmë këtu. Gjatë 15 minutave të ardhshme, Olja rrëfeu ngjarjet e asaj dite fatale, qëndrimin e saj mizor dhe poshtërues ndaj Markut, emergjencën mjekësore që pothuajse i kushtoi jetën, dhe vendimin e jashtëzakonshëm të Markut për ta shpëtuar edhe pas mënyrës si ishte trajtuar. Heshtja në sallë kur ajo mbaroi ishte e thellë dhe respektuese. Disa njerëz kishin lot në sy dhe Marku mund të shihte se historia kishte prekur diçka thelbësore në çdo person të pranishëm. Kjo është arsyeja, përfundoi Olja, pse ky program nuk ka të bëjë me bamirësinë korporative apo marketingun social. Ka të bëjë me njohjen e humanitetit të plotë të çdo personi që punon me ne. Marku më mësoi se udhëheqja e vërtet nuk vjen nga pushteti apo intimidimi, por nga aftësia për të parë dhe vlerësuar dinjitetin e brendshëm të çdo qenieje njerëzore. Takimi vazhdoi edhe për 1 orë me pyetje të detajuara rreth zbatimit, kostove dhe metrikave të suksesit. Kur më në fund përfundoi, disa ekzekutiv ju afruan Markut dhe Oljes për diskutime më të thelluara rreth përshtatjes së programit për kompanitë e tyre. Kur salla më në fund u zbraz, Marku dhe Olja u gjendën vetëm për herë të parë pas javësh. Orari i punës i të dyve kishte qenë intensiv, por shpërblyes në një mënyrë që Marku nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Si ndiheni? Pyeti Olja, duke rregulluar dokumentet e saj. I lodhur, por i përmbushur. Të shohësh kompani të tjera të interesuara për të zbatuar programe të ngjashme është më shumë se sa ndërroja kur filluam. Po Kiara, si po përshtatet me ndryshimet? Marku buzëqeshi. Ajo po lulëzon. Mësimet e pianos që sugjeruat, librat, misia me anën. Për herë të parë që kur humbëm gruan time, ndjej se ajo ka një fëmijëri i vërtet të lumtur. Po ju, keni një jetë vërtet të lumtur? Pyetja e zuri Markun në befasi. Në muajt e fundit, ai kishte qenë aq i përqendruar në punë dhe në mirëqenien e Kiarës saqë rrallë ndalonte për të vlerësuar lumturinë e tij. E dini, mendoj se po. Është ndryshe nga ç'ishte më parë, por po, jam i lumtur. Olja buzëqeshi dhe Marku njohu sinqeritetin që kishte mësuar ta vlerësonte tek ajo. Edhe unë jam e lumtur. Për herë të parë pas vitesh, zgjohem çdo mëngjes me një qëllim që shkon përtej numrave dhe fitimeve. Ata ecën së bashku drejt dhomës së rekreacionit për të marrë vajzat. Përmes mureve të xhamit, ata mund të shihnin Kiarën dhe Anën duke luajtur me fëmijët e tjerë, qeshjet e tyre që jehonin në hapësirën plot ngjyra dhe mikpritëse. Marku, tha Olja butësisht. A mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht. A keni menduar ndonjëherë të filloni nga e para? Romantikisht, dua të them? Marku e shqyrtoi pyetjen me kujdes. Ndonjëherë. Por është e ndërlikuar. Kiara do të jetë gjithmonë prioriteti im dhe jo shumë njerëz i kuptojnë përgjegjësitë e një babai të vetëm. Dhe nëse dikush do të kuptonte? Nëse dikush do të vlerësonte jo vetëm ju, por edhe Kiarën? Diçka në tonin e zërit të Oljes e bëri Markun të kthehej për ta shikuar drejt për drejt.
Kishte cenueshmëri në sytë e saj, një pyetje e paformuluar që bëri zemrën e tij të rrahë më shpejt. Olja. Më falni, ishte e papërshtatshme. Jemi koleg pune, dhe unë nuk duhet të. Nuk ishte e papërshtatshme, e ndërpreu Marku butësisht. Ishte e papritur, por jo e papërshtatshme. Ata qëndruan në heshtje për disa momente, duke vëzhguar fëmijët që luanin. Kishte një intimitet natyror në situatë, dy të rritur që kishin kaluar një transformim të thellë së bashku, duke vëzhguar vajzat e tyre të zhvillonin një miqësi të vërtetë. Ndoshta, tha Marku më në fund, mund të flasim për këtë gjatë darkës nesër? Kiara dhe Ana po planifikonin një mbrëmje kinemaje dhe mendova. Apo më ftonin në një takim, Marku Salaj, pyeti Olja me humor dhe shpresë në zërin e saj. Mendoj se po, Olja Aliu. Në atë moment, Kiara vrapoj drejt tyre, e ndjekur nga afër nga Ana. Babi. Ana më tregoi si të bëj origami. Shiko. Ajo shtriu një zog letre me ngjyra, paksa i shtrembër por i bërë me shumë dashuri. E bukur, princesh. Po bëhesh artiste. Dhe mami, Ana ju drejtua Oljes, a mund të fle në shtëpinë e Kiarës nesër? Ju lutem. Olja shikoi Markun, një pyetje e heshtur në sytë e saj. Ai tundi kokën lehtësisht. Sigurisht, e dashur. Por së pari duhet të darkoni me të rriturit. Si thua për pica? Pica, bërtitën të dyja vajzat në një zë, duke vrapuar para tyre drejt ashensorit. Kur dyert e ashensorit u mbyllën, Marku vëzhgoi reflektimin e grupit të vogël në metalin e shkëlqyeshëm. 6 muaj më parë, ai ishte një burr i vetëm që luftonte për të mbajtur familjen e tij të bashkuar. Tani, ai shihte fillimin e diçkaje më të madhe, një familje e zgjeruar e ndërtuar jo mbi gjak apo ligj, por mbi dëmshuri, respekt të ndërsjellë dhe dashuri të vërtetë. Marku, tha Olja butësisht, duke i mbajtur dorën ndërsa zbrisnin. Faleminderit që më mësove se mundësitë e dyta janë të mundshme. Faleminderit që më tregove se njerëzit mund të ndryshojnë vërtet. Babi, Kiara shikoi lart me sytë e saj të mëdhenj dhe serioz. A je i lumtur? Shumë i lumtur, princesh. Më i lumtur se sa imagjinova të ishte e mundur. Edhe unë jam e lumtur. Dhe mendoj se edhe Olja është. Marku shikoi Oljen duke parë shkëlqimin e kënaqësisë në sytë e saj. Mendoj se ke të drejtë, Kiara. Mendoj se të gjithë jemi të lumtur. Kur dyert e ashensorit u hapën në katin përdes, duke zbuluar hollin ku kishte filluar gjithçka 6 muaj më parë, Marku ndiu një ndjenjë rreth i të mbyllur. Vendi që dikur kishte dëshmuar poshtërimin e tij më të thellë tani shihte fitoren e tij më të madhe, jo mbi Oljen, por me të. Së bashku, ata kishin ndërtuar diçka më të madhe se historitë e tyre individuale. Duke ecur drejt daljes, dy familje që u bën një, Marku reflektoi mbi fjalët që gruaja e tij thoshte shpesh. Njerëzit janë si makina komplekse që ndonjëherë kanë nevojë vetëm për një rikalibrim të kujdesshëm. Atë ditë në spital, si ai ashtu edhe Olja kishin gjetur pikërisht rikalibrimin që u nevojitej. Jashtë, Debora filloi të binte butësisht mbi Tiranë, duke e mbuluar qytetin me një mantel të bardhë mundësisht të pafundme. 4 personat ecën së bashku në trotuar, gjurmët e tyre duke krijuar një shteg unik në Deborën e freskët, simbol perfekt i udhëtimit të ri që kishin zgjedhur të bënin së bashku. 3 javë pas takimit që ndryshoi perspektivën e 10 kompanive mbi përgjegjësinë sociale, Marku gjendej para pasqyrës së dhomës së tij, duke rregulluar kravatën blu të errët që kishte bler posaçërisht për rastin. Nuk kishte veshur kravatë që nga kohët kur ende punonte si inxhinier, dhe gjesti i thjeshtë i lidhjes së saj solli një val kujtimesh për atë që ai ishte dikur. Babi, je shumë elegant, thiri Kiara nga dera e dhomës, veshur me fustanin roz me lule që Ana i kishte zgjedhur gjatë një pasdite blerjesh me Oljen. Miqësia mes dy vajzave ishte thelluar aq shumë sa që tani dukeshin si motra, duke ndarë rroba, lodra dhe sekrete të përshpëritura gjatë netëve të pishameve që ishin bërë javore. Faleminderit, princesh. Dhe ti je e bukur si gjithmonë. Marku u gjunjëzua për të rregulluar fjongon në flokët e Kiarës. A të kujtohen rregullat për sonte? Kiara tundi kokën me solemnitet. Sjellje princeshe gjatë darkës, t'ju lëm të flisni si të rritur dhe të mos bëj pyetje të sikletshme për takime. Marku qeshi. Pikërisht. Por nëse ti ose Ana ndjeni të pakëndshme në çdo moment, mund të shkoni në dhomën tuaj për të luajtur, apo jo? Po. Por babi?
Kiara e shikoi me sytë e saj të mëdhenj dhe serioz. A e pëlqen Oljen vërtet? Pyetja e drejt për drejt e vajzës së tij e bëri Markun të ndalonte. Në javët e fundit që kur filloi të konsideronte seriozisht mundësinë e diçkaje më shumë se miqësi me Oljen, ai kishte pyetur veten për ndjenjat e tij të vërteta. Mirënjohja për transformimin profesional ishte e vërtet, respekti për gruan që Olja ishte bërë ishte i thellë, por a kishte diçka më shumë? Po, Kiara. Më pëlqen shumë Olja. Ajo është e zgjuar, e sjellshme dhe të trajton me shumë dashuri. Dhe ajo është e bukur. Po, ajo është e bukur. Brenda dhe jashtë. Dhe ajo të bën të buzëqeshësh siç të bënte mami? Vëzhgimi i Kiarës e goditi Markun si një rrezë qartësie. Po, Olja e bënte të buzëqeshte në atë mënyrë të vërtetë që ai mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Nuk ishte i njëjti lloj buzëqeshjeje që provokonte gruaja e tij, por ishte reale, e ngrohtë dhe plot mundësi. Po, princesh. Ajo më bën të buzëqesh ashtu. Atëherë mirë. Mami gjithmonë thoshte se donte që ti të ishe i lumtur. Fjalët e thjeshta të Kiarës larguan gjurmën e fundit të fajit që Marku mbante për të vazhduar përpara romantikisht. Vajza e tij, me mençurinë e pafajshme të 6 vjeçve, i kishte dhënë lejen që ai nuk e dinte se i duhej. Zilera saktësisht në orën 7 dhe Marku hapi derën për të gjetur Oljen dhe Anën duke pritur në korridor. Olja kishte veshur një fustan jeshil smerald që theksonte sytë e saj dhe flokët e saj ishin lëshuar në valë të buta që i rrethonin fytyrën. Ajo ishte e bukur, por ishte shpreja e nervozizmit e përzier me pritshmëri në fytyrën e saj që bëri zemrën e Markut të rrahë më shpejt. Mirëmbrëma, tha ai, duke hapur derën plotësisht. Jeni të mrekullueshme. Faleminderit. Edhe ju jeni shumë elegant. Olja hyri, duke mbajtur një qese që mbante erë të këndshme ushqimi italian. Solla darkën nga bregu i bukur, siç premtova. Kiara. Ana. Vajzat u përqafuan sikur nuk ishin parë prej javësh, në vend të vetëm 2 ditësh. Ato vrapuan në dhomën e Kiarës, duke biseduar me entuziazëm për filmin që do të shikonin pas darkës. Marku dhe Olja mbetën vetëm në dhomën e ndenjes dhe pa pritmas atmosfera ndryshoi. Nuk ishte më naturaliteti profesional i muajve të fundit, por diçka më intime dhe e cenueshme. A mund të rrëfej diçka, tha Olja, duke vendosur qesen në tavolinën e darkës. Jam nervoze. Edhe unë. Është e çuditshme, duke marrë parasysh gjithçka që kemi kaluar së bashku. Ndoshta pikërisht për këtë. Kemi shumë për të humbur nëse kjo nuk funksionon. Marku ju afrua, duke ndaluar në një distancë respektuese. Olja, nuk kemi pse të vendosim asgjë sonte. Mund thjesht të shohim se çfarë ndodh natyrshëm. Ke të drejtë. Është thjesht se ka kaluar kaq shumë kohë që kur i kam lejuar vetes të ndjej diçka reale për dikë. Bota korporative të mëson të shtypësh emocionet dhe unë u bëra eksperte në këtë. Dhe tani? Tani po zbuloj se emocionet e shtypura nuk zhduken. Ato thjesht presin momentin e duhur për të dalë në sipërfaqe. Ata kaluan minutat e ardhshme duke organizuar darkën, duke biseduar për çështje të zakonshme ndërsa mësoheshin me dinamikën e re mes tyre. Apartamenti i Markut, megjithse modest, ishte rregulluar me kujdes të veçantë për rastin. Qirinj aromatik krijonin një ndriçim të butë dhe ai kishte bler edhe lule të freskëta për qendër të tavolinës. Marku, tha Olja ndërsa servonte sallatën kaprese, a mund të pyes për gruan tënde? Nëse nuk është shumë personale. Mund të pyesësh. Të flasësh për të u bë më e lehtë me kalimin e kohës. Si u njohët? Marku buzëqeshi duke u kujtuar. Në fakultetin e inxhinierisë. Ajo studionte arkitekturë dhe kishim disa lëndë të përbashkëta. Ishte personi më optimist që kisha njohur ndonjëherë, gjithmonë duke parë mundësi aty ku të tjerët shihnin probleme. Ajo të mësonte këtë? Vazhdimisht. Kur përballeshim me vështirësi financiare ose probleme në punë, ajo gjithmonë thoshte se çdo sfidë ishte një mundësi e maskuar për të rritur si njerëz. Duket se ishte një person i veçantë. Ishte. Dhe e di që ajo do ta miratonte këtë. Marku bëri me dorë mes tyre. Ti do ta kujtoj atë në disa aspekte. Vendosmërinë, aftësinë për të kthyer vizionet në realitet. Olja buzëqeshi, e prekur nga krahasimi. Është një nder të krahasohem me dikë që qartësisht ishte kaq i rëndësishëm për ty.
Vajzat u shfaqen në dhomën e Darkës në atë moment, të uritura dhe të animuara. Darka kaloi me naturalitet befasues, fëmijët dominonin bisedën me histori nga shkolla dhe plane për fundjavën. Marku vëzhgoi Oljen duke ndërvepruar me Kiarën, duke vënë re se si ajo kishte mësuar të komunikonte në nivelin e fëmijës pa qenë kondescenduese. Olja, tha Kiara ndërsa hante spagetit e saj, a do të jesh mamaja ime e re? Piruni i Oljes ndaloi në mes të rrugës drejt gojës së saj. Marku ndjeu gjakun t'i ngjitej në fytyrë, por para se të mund ta qortonte Kiarën për pyetjen tepër të drejtë për drejtë, Olja u përgjigj me qetësi. Kiara, babai yt dhe unë sapo kemi filluar të njihemi në një mënyrë tjetër. Por pavarësisht se çfarë ndodh mes nesh, unë gjithmonë do të kujdesem për ty dhe do të dua si të ishe vajza ime. Këtë mund ta premtoj. Dhe nëse martoheni, Ana do të jetë motra ime e vërtetë? Ana kërceu në karrigen e saj. Kjo do të ishte e mrekullueshme. Mund të ndanim të njëjtën dhomë. Marku dhe Olja u panë mbi tavolinë, të dy duke kuptuar se fëmijët tashmë e kishin zgjidhur plotësisht situatën në mendjet e tyre fëmijërore. Kishte diçka ngushëlluese në thjeshtësinë e perspektivës së tyre. Pas darkës, vajzat u tërhoqën për të parë filmin e zgjedhur, duke lënë Markun dhe Oljen sërish vetëm. Ata u zhvendosën në balkonin e vogël të apartamentit, ku Marku kishte instaluar 2 karrige të rehatshme që ofronin pamje nga dritat e qytetit. Pyetja e Kiarës më bëri të mendoj, tha Olja, duke pranuar filxhanin e kafes që Marku i ofroi. Jo për martesë specifikisht, por për atë që vërtet dua nga jeta. Dhe çfarë dëshiron? Për vite, mendoja se doja pushtet, njohje, sukses financiar. Të ndërtoja një perandori që do të impresiononte baban tim dhe do të provonte se isha e aftë. Olja ndaloi duke pirë një gllënjë kafe. Por në muajt e fundit, zbulova se ajo që vërtet dua është lidhje e vërtetë. Njerëz që më shohin si Olja, jo si presidentja e korporatës bashkimi. Dhe e ke gjetur këtë? Me ty, po. Dhe me Kiarën. Dhe çuditërisht, edhe në punë, tani që kam ndryshuar qasjen time. Punonisit reagojnë në mënyrë krejtësisht të ndryshme kur i trajton si qenie njerëzore të plota. Marku u mbështet në karrigen e tij. E di, kur isha i martuar, mendoja se kuptoja çfarë ishte të duash dik. Pasi gruaja ime u nda nga jeta, mendoja se nuk do të mund të ndjeja kur më diçka të tillë. Dhe tani? Tani kuptoj se dashuria nuk është një sasi fikse që shtëron kur humbet dik. Është një aftësi që mund të rritet dhe të përshtatet me rrethana të reja. Olja e shikoi me intensitet. Marku, a mund të jem plotësisht e sinqert me ty? Ju lutem. Jam e dashuruar me ty. Jo vetëm mirënjohëse për atë që bëre, jo vetëm e impresionuar me atë që je, por vërtet e dashuruar. Ajo mori frymë thellë. Dhe kjo më tmeron, sepse nuk i kam lejuar kur vetes të jem kaq e cenueshme me dik. Marku vendosi filxhanin e tij në tavolinën e vogël mes tyre dhe u kthye plotësisht nga Olja. A mund të rrëfej edhe unë diçka? Ajo tundi kokën. Edhe unë jam i dashuruar me ty dhe jo vetëm me gruan në të cilën je transformuar, por me udhëtimin që kemi bërë së bashku. Me mënyrën si e ke përqafuar ndryshimin, si e trajton Kiarën, si e ke përdorur fuqinë tënde për të krijuar diçka pozitive në botë. Atëherë çfarë bëjmë tani? Mendoj se bëjmë atë që bëjnë njerëzit e dashuruar. Përpiqemi të ndërtojmë një jetë së bashku. Marku u ngrit dhe shtriu dorën drejt Oljes, e cila e pranoi pa hezitim. Ata qëndruan në balkonin e vogël, qyteti shtrirë në këmbët e tyre si një tapet mundësisht të pafundme. Olja, nuk mund të premtoj se do të jetë e lehtë. Jam një baba i vetëm me përgjegjësi të mëdha, trauma nga e kaluara, dhe ende po mësoj të lundroj jetën time të re. Dhe unë jam një ekzekutive punholike në rikuperim, me zero përvojë në marrëdhënie të vërteta dhe një vajzë që ju desh të rritej shumë shpejt sepse unë isha gjithmonë në punë. Ata qeshën së bashku, duke njohur papërsosmërinë absolute dhe perfekte të situatës së tyre. Por, vazhdoi Marku, mund të premtoj se do të dua me ndershmëri, do të respektoj ambicjet e tua, dhe do të bëj gjithçka që është në fuqinë time për të ndërtuar një familje të lumtur për vajzat tona. Dhe unë mund të premtoj se kur më nuk do ta vendos punën para familjes, se do të mbështes ëndrat tuaja, dhe se do ta dua Kiarën sikur të kishte lindur nga zemra ime. Marku i vendosi duart në fytyrën e Oljes. Atëherë mendoj se kemi një marrëveshje, zonja Aliu. Mendoj se po, zotëri Salaj.
Puthja e tyre e parë ishte e butë, hezituese, e ngarkuar me muaj tensioni emocional dhe pritshmërie. Kur u ndan, të dy buzëqeshnin me një përzierje lehtësimi dhe gëzimi. Babi. Olja. Zëri i Kiarës erdhi nga brenda apartamentit. Filmi mbaroi. Po putheni atje jashtë. Ata qeshën, pafajësia e drejtpërdrejtë e Kiarës theu çdo tension të mbetur. E jani këtu, vajza, thiri Olja. Kemi diçka për të folur me ju. Kiara dhe Ana u shfaqen në balkon, shprehjet e tyre pritëse zbulonin se ndoshta kishin parë puthjen përmes derës së xhamit. Vajza, filloi Marku, Olja dhe unë kemi vendosur se duam të provojmë të jemi një familje e vërtetë. Kjo do të thotë shumë ndryshime, por të gjitha të mira. Kjo do të thotë se do të jetojmë të gjithë së bashku, pyeti Ana, duke kërcyer lehtë. Në fund, po, u përgjigj Olja. Por ngadalë që të gjithë të mësohen. Dhe do të thotë se do të jemi motra zyrtare, shtoi Kiara. Do të thotë se tashmë jeni motra në atë që vërtet ka rëndësi, në zemër, tha Marku. Të dyja vajzat u përqafuan dhe filluan të kërcejnë, duke festuar sikur të kishin fituar lotarin. Gëzimi i tyre i vërtet dhe i pakomplikuar bëri që si Marku ashtu edhe Olja të kuptonin se kishin marrë vendimin e duhur. Më vonë atë natë, pasi Ana dhe Olja u larguan me premtime për t'u parë të nesërmen, Marku e futi Kiarën në shtrat. Ajo ishte rrezatuese nga lumturia, duke mbajtur gugun fort ndërsa përkëdhelej nën batanie. Babi, a do ta kishte pëlqyer mami Oljen? Marku buzëqeshi, duke i ledhatuar flokët vajzës. Mendoj se mamaja jote do ta kishte adhuruar Oljen. Dhe do të kishte qenë shumë krenare për mënyrën si e prite në familjen tonë. Mendoj se ajo është e lumtur atje në qiell, duke e ditur se nuk do të jemi më vetëm. Mendoj se ke të drejtë, princesh. Ndërsa Kiara flinte, Marku u ul në koltukun e tij të preferuar në dhomën e ndenjes, duke shikuar rreth apartamentit që kishte qenë streha e tij gjatë viteve më të vështira të jetës së tij. Së shpejti, ata do të zhvendoseshin në diçka më të madhe, një shtëpi që do të akomodonte të gjithë familjen e re që po formohej. Por sonte, ai donte thjesht të përpinte momentin, të regjistronte në kujtesë ndjenjen e të qenit vërtet i lumtur përsëri. Telefoni i tij vibroi me një mesazh nga Olja, faleminderit për mbrëmjen më perfekte që kam pasur prej vitesh. Ana tashmë po planifikon dekorimin e dhomës që ajo dhe Kiara do të ndajnë. Marku u përgjigj, edhe Kiara. Mendoj se ato do të jenë pjesa më e lehtë e këtij tranzicioni. Mezi pres të fillojmë jetën tonë së bashku. Natën e mirë, Marku. Natën e mirë, Olja. Të dua. Edhe unë të dua. Marku e futi telefonin dhe mbylli syt, duke ndjerë një paqe të thellë që nuk e kishte provuar prej vitesh. Rruga deri këtu kishte qenë e gjatë dhe e vështirë, e shënuar nga humbje shkatëruese dhe poshtërime të dhimbshme. Por çdo sfidë e kishte përgatitur për këtë moment, për këtë familje, për këtë mundësi për të filluar nga e para me mençurinë e fituar përmes përvojës. Në dhomën ngjitur, Kiara flinte thellë, më në fund e sigurt se nuk do të ishin më vetëm ajo dhe babi kundër botës. Dhe diku në qytet, Ana dhe Olja ndoshta po flisnin për të njëjtat ëndra familjare që kishin mbushur apartamentin e tyre me të qeshura atë natë. Marku buzëqeshi në errësirë, duke u kujtuar fjalët që gruaja e tij thoshte shpesh për mundësitë e dyta si dhurata të rralla që universi ofron vetëm për ata mjaft të guximshëm për të pranuar mundësinë e ndryshimit. Ai kishte gjetur mundësinë e tij të dytë në vendin më të papritur, në sytë e gruas që dikur e kishte lënduar, por që tani përfaqësonte të gjitha mundësitë e lumturisë që e ardhmja mund të ofronte. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Markut dhe Oljes t'ju ketë prekur zemrat aq sa preku tona. Ky udhëtim poshtërimi, dhemshurie dhe transformimi na kujton se të gjithë meritojmë mundësi të dyta dhe se mirësia njerëzore mund të lulëzojë në momentet më të papritura. Për të vazhduar të përjetoni emocione si këto, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë nga historitë tona frymëzuese. Nëse kjo narrativ zgjoi ndonjë ndjenjë të veçantë tek ju, ndani në komente cila pjesë ju emocionoi më shumë. Feedbacku juaj është thelbësor për të vazhduar të sjellim histori që ndriçojnë aspektet më të bukura të natyrës njerëzore. Deri në udhëtimin ton të radhës së bashku.